Our visit certainly comes at a timely moment, as Albania opened the final negotiation cluster in November last year and is now awaiting the interim benchmark assessment report. Our AFET committee, the Committee on Foreign Affairs, is currently working on its annual report on Albania, steered by the standing rapporteur Andreas Schieder from the S&D Group from Austria. It will be presented in Brussels at our committee meeting next week on Thursday. Kjo vizit është në një kohë shumë të përshtatshme, duke qenë se Shqipëria e ka hapur grup kapitullin e fundit në nëntor të vitit 2025 dhe është po kështu në pritje të daljes së raportit lidhur me vlerësimin e treguesve apo të standardeve të ndërmjetëm. Jemi duke punuar edhe për raportin tonë vjetor që do paraqitet nga deputeti Schieder dhe është gjithashtu është një raport i cili do të prezantohet në Parlamentin Evropian ditën e enjte të javës së